me shiku. Kjo më këthen këtë fillim bisedës jonë sonte. Sikur njerëz që vinë pushtet, ta kenë atë arq ide, sikur qëllimi tyne tjetë me e qu Kosovën edhe një hap ma përpara në zhvillimin e vetë, me siguru jetën e fëmijëve tonë edhe një hap, me bo dhe hapat në dhajme në sigurim tjetës fëmijëve tonë, të ardhmes fëmijëve tonë, krejt tjerat dalin të dorës dytë. Po për shkak se nuk e kanë atë qëllim, qëllimi është vetëm me metë në pushtet. Gjithë shka tjetër bjenë dorë dytë. Ndëgjoni, a i farë parfumi që përmena ma herët, ka qenë rasin kur Kosova ka dështu me u pranu në Këshill të Evropës. Kosova, për fajt Kosovës, nuk jemi në Këshill të Evropës. Që ta dim, për shkak se kryeministri atëhershëm e kryeministrin detyrë sot, ju ka premtu 3 burshtetasve më të mëdha në Evropë, që ka me e kry një detyrë, një punë për Kosovën prapë, për të mirën e Kosovës, jo me ju bo favor Francës e Gjermanisë e Italisë, lidhë s'kate. Edhe ka menu që i mashtërën, ka menu që qëtë parfum edhe nuk i vjera mo. Pa ta normal që bjën udhes shtetëve seriozisht serioze, për përdori këtë fjallë qëditshme, seriozisht serioze. Për një ma serioze, edhe nuk mund është me lujt me ta. Ky ka menu që e merë një herë atyre dhe e merë edhe ato dhe nuk e bon këto. Edhe i ka rejt në ftyrë, edhe nuk ka ndodhë, e kur ka ardhë këtu ka thonë Evropa o kundër nesh, nuk përna dojnë, jo Franca o kundër nesh, jo Gjermania o kundër nesh, e parfumi që provon me mlu erën e keqe me parfum. Edhe ata nuk e falin këtë farë fakti, se fyhen edhe ata. Në ata e njerëz, nuk janë maqina verike që i ke... Po që s'kanë. Mori institucionale, Kreti kanë. ish krahasojnë shënimet në rrëve. Tashi, e dështon një proces, edhe e hudhë fajin diku tjetër, edhe e pakta që ndodhë është nuk të marrin seriozisht mo. Ma pakta që ndodhë është, nuk janë rritë, nuk është i rritur në politikisht kjo njëri, nuk është serios, nuk mund është me i zonë bes, edhe përfundon që aty. Ta është i qëllimet e vendeve nuk përfundojnë, por bindjet e njerëzve për njerëz tilë ato të cementohen, nuk ndrojnë mo. Mua me pas na interes kohë pas kohë, po bindjet nuk ndrojnë. Më thonë, kur bohet profili i një njëri, zërë mi ndrua atë profil mo. Zërë, ta kanë vizatu, zërë kimi ndrua. 10 minutat e fundit, po më imponohet me kry, me, qa me thonë, një parashikim taktik. E thatë, me qëllimi nuk bona follow-up kur e thatë, që janë ka tentojnë me 7 gusht, me konstitu kuvendin. Jom ka du me zhvendos, është emisioni fundit i kësaj sezonin, nëse s'kthejna me naj speciale, me naj halakami shatosh deri në shtator me pushu pak, jom ka du me parapo kalendarikisht që shkon që kjo punë. A i shdosh mu brengos kuris ka dënë u dë presidentës mandati? A dijet shka ndodha hinë shteti me najvar ekskurzioni tjetër kushtetus, juridik? A i shdosh, a ka shans mu parapo data zgjedhjeve tashme nëse qëllim është me shku në zgjedhje dhe për shto është ka zvarritet? A mundet me ndodh që prap me bona i manevër nuk e di, nën kryetarët, se avni të hari me bona ekskurzion mental prap, se po më duket prap ajo është deputeti ma i vjetër, me zvarrit diçka, apo janë punë ma clear cut? Qdo kushtetut në botë ka mundësi mu abuzu edhe me u keq interpretu me qëllim nëse më falnin këtë shpreje, sidomos grave të Kosovës, po nuk përgjej fjallë ma të përshtatshme, nëse njerëzit që në pushtet nuk e kanë pikën e zot një lykit. Nëse janë manipulues, nëse e kanë për qëllim manipulimin, nëse nuk janë serioz si burrshtetas, ose si njerëz që